Kur e kom pranu ftesën sot me një vështirësi kom pranu me orë në mision, realisht për faktin se është një temë shumë e ndishme edhe shumë e dhimbshme, sa që është vështirë me folje, me diskutu, me komentu edhe me dhënë shpjegime apo interpretime të kësaj që ka ndodhur sot, edhe pse është shumë herët, pra ende as prokuroria themelore prezident nuk i ka dhënë verzionin, motivin apo rrethonat e çështës aq më pak një përshkrim faktik, gjendjes faktike që do të jetë në vendimi për fillimin e hetimit ndaj kryqëzit veprës penale, andaj edhe ne kemi vështirë me tregu diçka më shumë se çka ka ndodhur atje, për atë arsye duhet të qenë edhe shumë të kujdesshëm në çfarë do deklarimi. Mirë po, siç po shihet, duke pas parasysh faktin që sipas prokurorisë dhe policisë prezident, ky çift nuk ka pas asnjëherë probleme. Pra nuk ka pas paraqitur asnjëherë as në polici, jetojnë 6 muaj dhe në 1 vjet në Kosovë, kanë pas 2 vajza shnosha, bëhet fjalë për një person siç e kanë përshkruar fëmijët apo të afërmit apo kushdo që përmes tyre ka mujt policia me orë informacionet si një person shumë i qetë. Pra do thotë ky rast në një mënyrë ka dëshmuar që kjo nuk ka shpjegim. Thuhet dhunusi, ka ndodhur më herët, nuk është reaguar me kohë, institucionet kanë dështuar, krijohen protesta ndryshme, organizata, rrjete, gjejnë fajtor, gjejnë arsye, gjejnë shkaqe. Por ky rast, ka raste të tjera, automatikisht e demantojnë këtë teorinë e arsyes apo arsyetimit se ku mundet me flajt problemi i caktuar. Pra, një person që nuk është fare shtetas i Kosovës, vjen me jetu, sigurisht në rrugë për bukën e gojës, vjen me jetu në Kosovë, kanë raportet mira, punojnë dytë, njëri shumë normal, nuk vjen nga bota e krimit, fare, sa që mujtë me kuptu, punon gastronomi, edhe kryen një krim makabër i papërshkrueshëm. Pra, më thani mua dhe nëse më thotë mu dikush se ka mundet me arë kjo përveç eventualisht, ndoshta do një shregullimi, edhe pse nuk përmendet kërkon që personi ka pas shregullime, megjithatë psika e njerit, që shkanë thonë pleshtë e na, është një pej i hull mes kësaj edhe asaj edhe njerit në sekundë mundet me dresat. Fakti se viktima është shumë e re, pra është e moshës 15 vjeçare. Po ashtu është goditur edhe vajza tjetër, e ka goditur edhe vetveten, pra viktima. Jo për të legjitimuar ose arsyetuar ndonjë gjë. Mirë, po si shpjegohet një gjë e tillë pra në botën e një kryesit një vepre penale? Shikoni, nëse flasim për kualifikimin juridik ligjor, kjo vepër penale nuk mund të kvalifikohet ndryshe përveç se si vrasje e rëndë. Mirë po, me qenë se ne nuk e dim ende rrethanat se si ka ndodhur apo në çfarë mënyre ka ndodhur, nuk mundemi me dhënë edhe kualifikim sakt. Mirë po, ajo çka e thot ligji është që vrasja përbën vrasje të rëndë në momentin kur privohet nga jeta fëmiu. Në këtë rast, sipas interpretimit të kodit penal të nenit caktuar, personat nën moshën 18 paraqiten si fëmijë sipas ligjit. Pra domon këtu kemi të bëjmë me 2 fëmijë, njëri që është privuar nga jeta, tjetri i cili është tentuar të privohet nga jeta, pra me automatizëm. Pra klasifikimi domosdosh vrasje e rëndë. Domosdosh vrasje e rëndë për shkak kualifikimit të vrasjes së fëmijët, por jo vetëm të nën paragrafit 1.1 të 173, por edhe të anëtarit të familjes. Pra nuk do të thotë që kualifikimi merret vetëm i fëmija, mirë, por edhe anëtari i familjes, edhe në rast se vendoset në rrezik jeta e më shumë se një personi me veprimin e caktuar. E tash, po shihet se ndaj personit që është privuar nga jeta, pa me dyshë domosdoshmë sigurisht ka dashje për privimin nga jeta, pastaj edhe sepse kjo nuk mund të ndodhë rastësisht apo nga pakujdesia apo për rrethana tjera, kur veç veprimi ka të bëjë me 2 persona, shkruar me thik. Po edhe jo vetëm ndaj një personi, por personi tjetër, absolutisht, ndërsa në raport me bashkëshortën, siç kemi kuptuar, bëhet fjalë për disa gërvishe në fytyrë, aty mund me bë fjalë për vepër penale të lëndimit letrupor, pra jo në kontekst të vrasjes në tentativë. Pra në këtë rast është vënë nga kualifikimi juridik që bën prokuroria për vrasje e rëndë. Gjithsesi, varësisht se a kualifikohet vrasje e rëndë edhe për shkak të dëmtimit të fëmijëve tjetër apo si vepër penale e posaçme e vrasjes së mbetur të rëndë në tentativë në raport me fëmijën që ka mbetur gjallë. Po prapse ato janë detaje që i përcakton prokuroria varësisht për rrethonave që kanë ndodhur çështje.